shtëpie. Pse po viktime me Rogertin? Pse po si viktim? Po flet me padronën, jo viktime. Viktimen e përdor ti. Viktimen e përdor ti. Ti po flet me ju e Ti pse pranove ti unë nuk e sulmoj. Se pranove ti ai bëj çfarë të Se pranove, po. Unë prap nuk e sulmoj. Pse po viktime pra? Një personi që thotë mu i sysh fuste të çajt. Po kush e ka thënë? Kush e ka thënë? Po ti si thua hajde këtu moj, hajde këtu moj. Hajde këtu moj. Po pse ndryshove mbasi ajo të pusi? Pse ndryshove? Ku e peti? Ku e peti? Po djem prap keni në nam. Ku e peti? Keni në nam tu njëri tjetrin. Tu degenerove prap Tu njëri tjetrit. O vajzë dashur, ti u degenerove prap prap. Ndryshe nga ju të dy, ne i zgjidhim gjërat tona. Ndryshe nga ju të dy, ju keni gjetën prap. Ai të poshteron kurse ti po viktime. Jo, unë e sharoj çdo lloj muhabeti me atë, nuk për prajmin. Ti po viktimen me prajmin. Ti jeton për prajmin. Sikur të ka përdorur, ndërkohë që ti e ke përdorur atë, e ke shtrydh. E ke shtrydh Rogertin. E ke shtrydh. Të dy njëri tjetrin thash dhe prajmun. Po, mbrojtje që të ka thënë ai ty, ti adhuroje. Mbështetin atij dhe adhuroje. Adhuroje mbështetja asaj që thua deri në fund. Ti japësh mbrojtje, ajo të ka mbrojtur shumë. Ajo të ka mbrojtur shumë. Falenderoj. Po ju vetë çat ngeli tash? Po, unë të falenderoj. Po ti çat ngeli? Vazhdo poshtërimin nga Rogerti. Bëj viktimë. Bëj viktimë. Ku është poshtërimi? Vazhdo bëj viktimë. Çdo aspekt. Po e ti e lejoni mashku me thënë, mu i sysh mos fus në çajtme. Ti më quan të degenerume, të fliqur, të poshtrume. E kupton ti që ato në çaf fjalori ke.